Fjala më e mirë është ajo që nuk e lodh veshin dhe nuk e mundon mendjen për ta kuptuar. Le të zbërthejmë kuptimin e thellë të kësaj thënie në dritën e Kuranit. Imam Aliu thekson rëndësinë e përdorimit të fjalëve më të mira dhe më të përshtatshme në komunikimin ton. Ai shpjegon më tej se fjala më e mirë është ajo që nuk e mundon apo nuk e rëndon veshin. Kjo nënkupton se fjala më e mirë është ajo që tërheq vëmendjen e dëgjuesve dhe rezonon me ta. Ajo nuk injorohet ose anashkalohet lehtë. Ky koncept nënvizon rëndësinë e komunikimit efektiv që lidhet dhe angazhon të tjerët. Kjo thekson nevojën për qartësi dhe thjeshtësi në të folur. Fjala më e mirë është ajo që mund të kuptohet lehtë nga njerëz me nivele të ndryshme dijesh dhe përvoja. Për të kuptuar më mirë rëndësinë e kësaj thënie, le t'i referohemi Kuranit. Allahu thekson rëndësinë e të folurit të mirë dhe komunikimit efektiv. Në surën Bekare, në ajetin 83, Allahu thot: "Dhe flisni me njerëzit me fjalë të mira." Ky ajet na inkurajon të përdorim fjalë të mira dhe përfitimprurëse kur komunikojmë me të tjerët. Po ashtu, në surën Nahl, në ajetin 125, Allahu thot: "Thirre në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshilla të mira dhe diskuto me ta në mënyrën më të mirë." Ky ajet thekson rëndësinë e përdorimit të mençurisë dhe zgjedhjes së fjalëve më të mira kur përçojmë mesazhin e Islamit tek të tjerët. Ai nënvizon nevojën për të komunikuar në mënyrë respektuese, bindëse dhe të kuptueshme. Pasojat e ndjekjes së këshillës së Imam Aliut në këtë thënie janë të thella. Kur përdorim fjalë më të mira, të cilat tërheqin vëmendjen dhe janë të lehta për të kuptuar, ne krijojmë një ndikim pozitiv te të tjerët. Fjalët tona bëhen mjet udhëzimi, frymëzimi dhe motivimi për të tjerët. Ata janë më të prirur të ndikohen nga mesazhi ynë dhe ta pranojnë atë. Në të kundërt, nëse fjala jon është e refuzueshme ose e vështirë për të kuptuar, mund të shkaktojë keqkuptime, konfuzion dhe madje ndarje. Mesazhi ynë mund të mos arrijë tek zemrat dhe mendjet e të tjerëve dhe mundësia për ndryshim pozitiv mund të humbas. Duke reflektuar mbi këtë thënie, na përkujtohet rëndësia e zgjedhjes së kujdesshme të fjalëve dhe të folurit me mençuri dhe qartësi. Duhet të përpiqemi të komunikojmë në mënyrë që të angazhojmë dhe lidhim të tjerët, duke bërë mesazhin ton të arritshëm dhe me ndikim. Në këtë mënyrë, ne përmbushim përgjegjësinë tonë si musliman për të përçuar mesazhin e Islamit në mënyrë efektive dhe për të kontribuar në një shoqëri më harmonike dhe mirëkuptuese. Allahu le të na mundësoj të përdorim fjalë më të mira dhe të komunikojmë në mënyrë që të jetë e pëlqyeshme për ta dhe e dobishme për të tjerët.